Këtë fjalim kaq të bukur, dinjetoz. Dhe tani më është momenti më i pritur i ditës. Fjalimi i presidentit dhe liderit të shoqatës Nexhati Venja. Faleminderit shumë. Ju falenderoj shumë që keni ardhur sot. Të nderuar përfaqësues të organizatave ndërkombëtare, të nderuar jurist, psikolog, punonjës social, aktivistë të drejtave të njerëzit, të dashur miq, familjarë dhe pjesëmarrës. Në fakt sot nuk kemi mbledhur vetëm për një çështje konference. Sot kemi ndërtuar një tribun të vërtetë të ndërgjegjes njerëzore. Dhe duhet një duartëkitje për gjithë ju. Jemi aleatët më të fortë të të vërtetës të iranianëve të cilët kanë ardhur në Shqipëri dhe sot këtu kanë shtëpitë e tyre. Gjatë kësaj dite kemi dëgjuar zëra profesionistësh, juristë të cilët folën për ligjet, psikologë që folën për traumën, punonjës social që folën për integrimin dhe dignitetin njerëzor. Çdo fjalim ishte pjesë e të njëjtës historia e njerëzve që kërkojnë të drejtën për të qenë të lirë, për të komunikuar me familjet e tyre dhe për të jetuar me dinjitet. Sot, si presidenti i shoqatës Nexhati Venja, kam përgjegjësinë dhe nderin e madh për të përmbledhur këtë rrugtim të përbashkët dhe për shprehur mesazhin tim final në këtë konferencë. Fjalimi i avokatit theksoi një të vërtetë juridike, të drejtat e njeriut të cilat nuk duhet për të negociuar. Psikologja na kujtoi se drejtësia nuk është vetëm një vendim gjykate, por është shërim psikologjik. Punojësia sociale solli perspektivën ndërkombëtare pa përfshirje sociale nuk ka zhvillim të qëndrueshëm. Dhe sot të gjitha këto perspektiva bashkohen me një mesazh të vetëm: digniteti njerëzor është mbi çdo strukturë, mbi çdo ideologji dhe mbi çdo organizatë terroriste. Përpara se të vazhdoj, doja që të falenderoja shumë bordin iranian, të cilët punojnë vazhdimisht për një punë reflektuese për jetën e gjithë iranianëve të cilët janë në Shqipëri. Drejtorin e shoqatës shqiptare të shpëtimit, zotin Kalila Serian. Falenderoj zotin Hasan Shabaz që është pjesë e shoqës në Shqipëri. Dhe zotin Hamid Atabaj, i cili punon vazhdimisht për të gjitha projektet e shoqatës. Falenderoj shumë personat që morën pjesë në panel, por mbi të gjithë sigurisht ata të cilët ishin më të emocionuarit, duke përfshirë këtu dhe zotin Mehdi Sulejmani, i cili ka eksperiencë në drejtë të emrit në organizatën Mujahedinën. Në fakt, për të vazhduar deri diku rrjedhën e mendimit të avokatit Ilir Murra, ligji ndërkombëtar është i qartë. Deklarata universale të drejtave të njerëzit garanton disa nena. Neni 1, të gjithë njerëzit lindin të lirë dhe të barabartë në dinjitet. Neni 3, e drejta për jetën, lirinë dhe sigurinë personale.
Neni 5. Ndalimi i trajtimit njerëzor dhe denigrues. Neni 12. E drejta për jetë familjare dhe komunikim. Neni 13. Liria e lëvizjes dhe neni 19. Liria e mendimit dhe e shprehjes. Kush dreqin është organizata Mujahedine që t'i ndaloj këto? Kush duhet jetë një sekt terrorist për të ndaluar këta iranian të jetojnë të lirë në shtetin shqiptar? Kush janë Mujahedinat? Kush është Mariam Rajavi dhe kush është Masud Rajavi? Kush janë këta lider ekstremist të cilët i kanë mbyllur këta iranian padrejtësisht për të mos komunikuar me familjet e tyre? Ky është turpi më i madh që ne kemi mu në shpirt të Shqipërisë, mu në zemrën e Shqipërisë, në Durrës. Dhe është i turpi i jashtëzakonshëm që në vitin 2026 të kemi ende tema të tilla për të drejtuar, për të komunikuar me familjen. Është i turpi i madh që Shqipëria fatkeqësisht po përballet nga bujaria e saj e madhe dhe nga marrëdhëniet ndërkombëtare që i krijoi stre disa përbindshave të cilët duan të binden politikisht dhe të hedhin poshtë familjet e tyre. Ky është i turp i madh. Ndërkohë, gjatë viteve shumë individ iranian janë larguar nga organizata Mujahedine dhe kanë raportuar probleme serioze të cilat përfshin kufizim të kontakteve familjare, izolimin social, presionin psikologjik, kufizimin e autonomisë personale dhe pengesa për integrimin social pas largimit. Këto çështje nuk trajtohen si debate politike, po si çështje të drejtave të njerëzit. Asnjë strukturë nuk mund të qëndrojë mbi të drejtat themelore të individit, sepse njeriu nuk i përket një organizate të caktuar dhe organizatat duhet i shërbejnë njeriut. Një nga temat më prekse të kësaj konference ishte ndarja familjare. Familja është institucioni më i vjetër njerëzor. E drejta për të komunikuar me prindrit, fëmijët apo vëllezërit nuk është një privilegj, është e drejtë për të mbrojtur veten ndërkombëtarisht. Izolimi familjar prodhon trauma të rënda psikologjike, humbje identiteti dhe dëmtime emocionale afatgjate. Shoqata Nexhat Albania ka punuar vazhdimisht për t'i rivendosur këto ura njerëzore dhe për t'i kthyer këtyre iranianëve një jetë normale. Sepse çdo telefonat mes një prindi dhe një fëmije është një fitore për të gjithë njerëzimin. Është një fitore jo vetëm për këta iranian, por dhe për ne si shqiptar të misionit tonë. Shoqata Nexhat ka ndërtuar punën e saj në 3 misione kryesore. Mbrojtjen dhe asistimin ligjor që është bërë nëpërmjet avokatëve tanë që e përshëndesim zotin Plumz Dallumi që është marrë me leje të qendrimit. Zotin Ilir Mura i cili është në panel dhe na ka suportuar vazhdimisht. Dhe zonjën Leila Deda e cila ka asistuar gjithmonë si kriminologe për të dënuar të iranian. Sot, nga kjo konferencë, bëjmë një apel institucional. Rinovimi i lejeve të qëndrimit është një mjet i domosdoshëm për individët që kanë zgjedhur jetën e lirë dhe që duhet kenë siguri juridike dhe stabilitet. Akses për dokumentacion të plot, për dokumentat të cilat janë qenë si kryesor i integrimit, qofshin këto kartat shëndetësore apo dhe patentat e tyre. Dhe perspektiva e shtetësisë dhe pasaportave shqiptare. Për individët që jetojnë prej vitesh në Shqipëri, kontribuojnë dhe respektojnë ligjin, duhet të ekzistojë një rrugë e qartë integrimi ligjor afatgjat. Këta iranian meritojnë jo vetëm leje qëndrimi, por dhe pasaportën për të takuar familjarët e tyre kudo në çfarë lloj shteti qoftë këtu në Shqipëri. Shqipëria ka treguar histori mikpritje. Ky vend ka qenë stre për njerëz në nevojë të gjatë të periudhave të vështira historike. Sot ka mundësi të bëhet një model europian për mbrojtjen e refugjatëve, integrimin human dhe për respektimin e të drejtave universale. Shoqëria civile është ndërgjegjja e demokracisë. Kur institucionet heshtin, shoqëria civile duhet flasi. Kur individët kanë frikë, organizatat humanitare duhet të qëndrojnë pranë tyre. Nexhat Albania ekziston sepse njerëzit kanë nevojë për një zë dhe e ka bërë këtë gjë vazhdimisht gjatë këtyre viteve. Ne kërkojmë monitorimin e vazhdueshëm të drejtave të njerëzit, mbështetje për integrimin social dhe bashkëpunim ndërkombëtar dhe humanitar, sepse të drejtat e njerëzit nuk kanë kufi gjeografik. Sot nuk kërkojmë konflikt, kërkojmë përgjegjësi. Nuk kërkojmë ndarje, po kërkojmë komunikim. Nuk kërkojmë heshtje, po kërkojmë dëgjim.
Sepse historia ka treguar se çdo herë që zëri i individit shtypet, shoqëria humbet një pjesë të madhe të humanizmit të saj. Le të ndërtojmë një të ardhme ku askush nuk ndahet nga familja, ku askush nuk jeton pa identitet ligjor dhe secilit i respektohet e drejta dhe askush nuk friksohet për të zgjedhur jetën e lirë. Le të jetë kjo një konferencë jo fundi një diskutimi, por fillimi një lëvizje të madhe humane me kërkesë publike për shtetin shqiptar. Në këtë moment, përmbyllës të kësaj konference nuk mund të anashkalojmë dëshmitë dhe rrëfimet që kemi dëgjuar nga shumë individ iranian gjatë viteve, histori që flasin për zhvillimin e thellë dhe një ndjenjë braktisje dhe humbje besimi. Shumë prej personave të cilët janë larguar nga organizata terroriste Mujahedina ka shprehur publikisht bindjen e tyre se udhëheqja e përfshirë nga çifti Raxhavi i ka çuar drejt izolimit të gjatë social dhe personal, duke i lënë më pas pa mbështetje të mjaftueshme e suportim për jetën e pavarur. Këto janë pretendime dhe përvoja të rrëfyera nga individ real të ndryshëm të cilët janë pikërisht sot në këtë sallë dhe kanë kërkuar një dëgjim serioz, shqyrtimi institucional dhe trajtim të kuadrit ligjor dhe standardeve ndërkombëtare të drejtave të njerëzit. Sepse kur mira njerëz ndihen të braktisur, shoqëria ka detyrim moral të dëgjojë. Sot dua të jem shumë i qartë. Kur themi se do ta kundërshtojmë dhe do ta luftojmë atë që shumë ish antarë përshkruajnë si kulturë, frike, izolimi apo presioni psikologjik, nuk po flasim për dhunë. Ne po flasim për një luftë tjetër. Një luftë ligjore, luftë institucionale, luftë morale dhe demokratike kundër çdo forme ekstremiteti që ka ofruar organizata Mujahedina apo shkelje të drejtave të njerëzit. Ne do të bëjmë këtë gjë përmes ligjit, transparencës, dokumentimit, mbrojtjes së viktimave dhe dialogut ndërkombëtar. Sepse terrorizmi, ekstremiteti dhe çdo praktikë që cënon lirinë individuale nuk mposhtet me urrëtie, por me drejtësi, ligj dhe dritë publike. Le të jetë ky një moment për një pikë të madhe kthese. Një moment ku të jemi të qartë se izolimi nuk është zgjidhje, se ndarja familjare nuk mund të justifikohet, se çdo individ ka të drejtë të zgjidhë jetën e tij pa frikë. Unë Aldo Sullullari premtoj publikisht se do të bëjmë të mundur së bashku me shoqatën e gjatë Albania të angazhohemi se kjo punë duhet të vazhdojë me ligj, me përgjegjësi, me respekt për të drejtat universale njerëzore, sepse betejë jonë nuk është kundër njerëzve, betejë jonë është për lirinë, për dinjitetin dhe për të drejtat e njerëzit. Shumë faleminderit të gjithëve dhe përpara